Faleminderit. Unë fillimisht kërkoj falje se koha pak e nxehtë dielli, po megjithatë më të ngrohtë e bën këtë aktivitet prezenca e këtyre fëmijëve dhe kjo tregon se ky manifestim ja ka vlerëtur, sepse ne duam që kështu modelet japin për rinin tonë. Pra të japim modelin e Nedim Bajramit, një të riu i cili me angazhimin e vet, me punën e vet, ka treguar se mund të arrijë në majat të futbollit. Prandaj Nedim, faleminderit që sot je në mesin tonë dhe që je model për rinin tonë. I nderuar drejtor, i nderuar mysafir nga klubi të Qishin nga Mali Zi, deputet, ministre dhe të dashur tetovar. Ne sot me këtë promovim të këtij murali duam që të tregojmë se me gjithë punët që bëhen në komunë të Tetovës për Tetovën dhe tetovarët, ne angazhohemi që të japim edhe porosi për rinin tonë. Sepse një qytet pa rini, një qytet pa qytetarë të qytetruar, të cilët do të zgjedhin modelet më të mira të njerëzve tanë të cilët janë të suksesshëm në botë, në sport, në kulturë, gjithandej ku janë, ne nuk mund të presim një ardhmëri të mirë dhe të ndritur. Prandaj, ne sot, përmes këtij murali, tregojmë që për ne janë të rëndësishme modelet të cilat i përcjellim. Janë të rëndësishme shembujt me të cilat ne jetojmë në jetë. Prandaj, sot, përmes zbulimit të këtij murali, ne duam të tregojmë që sa më shumë Nedima të kemi në kombëtare, sa më shumë të rinj të kemi që luajnë dhe promovojnë Tetovën në gjitha klubet europiane. Për mos me zgjatur më shumë, edhe një herë, faleminderit Nedimit, faleminderit edhe familjarëve të Nedimit të cilët sot janë në mesin tonë, të cilët kanë investuar për një djalosh siç është Nedimi, faleminderit të gjithë juve që ishi prezent dhe ne do vazhdojmë edhe në të ardhmen të punojmë për më të mirën për Tetovën dhe tetovarët tanë. Faleminderit. Faleminderit shumë. E tani erdhëm në një moment të shumë pritur dhe të rëndësishëm. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që në emër të shkollës dhe të pranishmëve të ftoj të ndaj ca fjalë dhe futbollisti ynë i njohur Nedim Bajram. Përshëndetje të gjithë, shpresoj që jeni mirë. Pikëpari e falenderoj komunën e Tetovës, kryetarin Bilal Kasami edhe direktorin zotëri Muzaferin. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Është një ditë e veçantë edhe jo vetëm për mua, por edhe për familjen time dhe gjithë rinjen që ndjek në sportin. Domethënë, ju uroj shumë suksese, jo vetëm në sport, por edhe në shkollë, se këto dijat janë të rëndësishme. Edhe inshallah shifena sa më lart gjithë bashkë. Vetëm për një moment Nedim Bajram. Tani për të bërë hapjen solemne të këtij murali, kam nderin të ftoj zonjën Zavendministreshen Safie Sadiku Shahini, kryetarin e komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe drejtorin e shkollës sonë Muzafer Livorek. Stop there. Wait! Oh, that's the cut you love. Hadi içi bak.